Dilni brërina, unë jem tip vetë që kom qef musafir shumë. Qajon e krejt e din që pritej pak me qip, po. Unë jem shumë tip familjar dhe shumë jem e lidhne me prind, me nanin edhe babin, njerë zakonisht shumë. Edhe jetoj me ta, bile më herët Loni, në qofë se s'ga bëjmë tha, ku jetoj tu tash në fushtë rehale me prind. Nuk muna mu shkput, mu nda. Qashtu edhe me motrat jem shumë e lidhne, po edhe me farefisin jem shumë e lidhne. Me kalu një kohë shumë e gjatë, mos më po atëm dilni brërina, unë jem tip vetë që kom qef musafir shumë. Në shpe edhe iftoj shoqnin, rrethin tem të shpia. Me të vërtit ka shumë restorana dhe po knaqëm edhe në restorana, po të shpia, ku të qesim qajin, kafen, edhe pse qajon e krejt e din që pritej pak me qip, po. E vështërës. Po jam ardorën. Pa qare. Iftoj të shpia ma me qef, ma me knatësi. Edhe në Ramazan, një iftara, krejt ata që i kom ftu të shpia, se kom pas qef ambienti ma ingrët edhe po shkojna ma shumë si këtu ne herë. Unë e kom qef, unë jem pak... Ma tradicionale, ja? Po, ma shumë i kom qef. Aktive dhe me rrjetet sociale, me i publiku projekte, të mbrëmjet e saj muzikore? Lorinda, rrjetet sociale, sa jënë të mira, jënë edhe të këqija, kanë atë negativitetin e vetë. Jo gjithë shka që ashtu që do këtë edhe është. Nuk e besoj luksin që e shohim shpesh herë, mbrapa ati luksit prap është një jetë reale që na krejt e jetojmë, mbrapa një fotografisë ose një videos. Nuk kam edhe shumë ko, me ta drejtën nuk i kushtej ko. Ko kam, po nuk i kushtej ko. Preferoj ma shumë nashta me bo muhabet me shoqni, me rret, se sa me ndajt në telefon. Kështu që fatmirësisht qikat që për kujdesen, son gyllje ka Instagrami, edhe për kujdeset motra. Mimi e Lida e kanë këto tjerat dhe Instagramit njëtën ko, për posterat edhe kangët edhe këto mi postu. Nuk i kushtoj ko, nuk është që... Pas ke rrithi, fatmirësisht. Po, edhe nuk është që e dushëm, në të drejten. E di që e kena pun, po, nuk më do këtë shumë reale, gjithë shka që ka shë. Suksesi e të fletë tjetër kënd, apo jo? Po, ashtu edhe e menoj.